Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu në seshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur, Odeon, që nga Pellazgia dhe Iliria, Odeoni mbetet përfundimisht nona dhe baba e teatrit botëror, jo vetëm atij shqiptar. Në Odeon flisnin ata çfarë kishin për të thënë e për të dhënë, e dëgjonin rrethi i parë, shtronte pyetje të gjithë rreth të tjerë dëgjonin. Sonte i kemi dy mysafir tepër të veçantë. Pas luftës, kush jemi ne? Janë ata që do na thonë në mënyrën më të mirë, me fjalë e me punë, e me vepra artistike. Zona e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Nusret Plana dhe regjisor i nderuar Robert Nuha. Hajde, profesor, mirë se erdhe. Zoti regjisor e koreograf, mirë se erdhe. Apo i zini karikat apo ju shkon që shtu i thonë një tjetër jo u luti se me qëndru në shërbim më shumë. Hiç fort nuk bëjmë luft pas karikave. Se kemi për... Profesor të njo, që janë 100 vjetë. Dhe veç karikën se ke dashur. Jo, përbes. Pastaj befasia më bukuriste kur po bisedonim për emision, kur më thatë se ju që do të ditë, apo në shumë ditë të javës, se nështë se kom qëllu mirë, bëni fitness, a këtu ma keni ftu fort. 4 herë njoftë. A 4 herë njoftë? 4-5. A unë dikur lavdosha që po luaj futboll 2 herë njoftë. Robert Diserve. Kemi për herë të parë. Po, faleminderit shumë. Si e Robert? Mirë që me Basën Nusret, mas shumë udhëtimeve, peripecisht ndryshme, mas një suksesit jashtëzakonshëm me shfaqjen. E ja ku jemi këtu bashkë. Një ca flet ma të madhe, ma kështu në... Po, e vërtet, po unë e kam qështu zonin. Drenic, po në shta më but pak. Sonte jemi bashkë për një diçka të bukur, sepse profesorin e nderuar e kemi pas disa herë në spektaklin tonë Odeon dhe e kemi një marrëveshje të pashkruar, të panënshkruar, bile as të bëme me fjalë. Po edhe ky e ka marrë vesh, ma shumë si në ajër, në etër, edhe une e ko marrë vesh pe vetë vetës që sa herë të bëni gjona të bukura, sa herë të bëni diçka të bukur profesori bën shpesh, ne do të mundohemi ta sjellim këtu për të na thënë atë se çfarë po bëjmë. Edhe një herë mirë se erdhët, jemi këtu bashkë që të flasim për një shfaqje e cila edhe si titull edhe si pyetje shumë interesante. Pas luftës, kush jemi ne? Kush jemi, profesor? Që them të drejtën ne... Vazhdoj me qenë shqiptar, mos gabëm me hi me gjemue, me vajtue. Pa tjetër, jemi loze fort, jemi rënjë, vërtet Pellazgoj Iliro Dardane, përka se shqiptar pas një dyshim, i kemi të mirët dhe të këqijat, por sot do të flasim sigurisht për një sukses të veçantë të një vepër artistike që pa modesti mund të them është kryevepër e koreografit dhe regjisorit Robert Nuha dhe kompozitorit profesor doktor Trimordoni. Faleminderit. Unë kësaj radhe, si që thatë në fillim, vërtet kam hezitu me të ardhë në emision, sepse kisha përshtypjen që jem bo pak bajatsisht të popull, sepse jem marrë shpesh herë, por vërtet më ke thonë, si që më pa të thonë edhe i madhi Besim Dina, edhe i më ka thirë shumë herë, më ka pas thonë në shtretë sarë të bëjsh veprat mira, kemi qenë mësafirimi. Kështu më ke thonë edhe ti. Edhe kështu duhet. Me gjithate, po përpiqem me ru pak a shumë modestin, por... Po, sot këtu jemi me një sebeb të jashtëzakonshëm. Po, shumë e vërtet. Nga se ju së bashku, edhe me plot aktorë tjerë që do na i thoni, keni bëni diçka, një shfaqje të jashtëzakonshme, një shfaqje tepër të veçantë, në të cilën ideatore, producent është profesor doktor Nusret Plana, në të cilën koreograf e regjisor është Robert Nuha. Robert, po të thëmë profesor, se me sa di unë ke dhëmë mësim në Tirana. Po, kam dhënë në Tirana dhe në Kosovë. Edhe më pëlqej një titull dikun e lexova, e lypa në për Google, shfaqja e shekullit të ri. Se ky shekull i ri sikur edhe na ka mungu për zotin, sikur po vonohet në përgjithësi. Pastaj një kombinim i jashtëzakonshëm, muzika, Trimordhomi e kështu, do të flasim. Kjo shfaqje, pas luftës, kush jemi ne, erdhi si rezultat i një pune të madhe kolosale, profesorit të nderuar, i cili bashkë krejt globin e ka hecë,
dhe duke sjell me vete si një siharet, si një gjithë faktografin e asaj se çka ka vujt ky popull për lirinë e vet. Profesor, tash, a tu duk si kur tu hargjun fjalët, shkronjat, fotografitë dhe deshe me kalu se kështu ka rjedhë dhe jeta në përgjësi, kur janë hargju fjalët e këto, janë bo valët, janë bo koreografit, janë bo shfaqjet. Si erdhe kjo ide? Këtë drejt, na jem kur e nxjerr këtë konstatim, sepse vërtet më duk që kemi fillu të dembelavemi, të mos lexojmë shumë, dhe kjo është e vërtet e madhe, për fatin ton të keq, domethënë po na mungon leximi. Dhe prandaj aty ku mungon leximi, mungon edhe edukata e mirëfillt, edhe familjare, edhe adhetare, edhe patriotike, dhe kisha përshtypjen që duhet bëj diçka pak më ndryshe se deri tash. 25 vite rresht, një, o them, kushtimisht po them maratonik, në gjitha qendrat evropiane dhe botërore deri në Amerikën Mike dhe Australinë e Largët, me qindra promovime të filmave, të librave, të ekspozitave, në shumë gjuhë të huaje etj. Dhe kisha përshtypjen sikur jam hargjuar edhe vetë, sepse shpirti ma kërkonte një diçka më shumë, një diçka më ndryshme. Akoma për të thënë. Akoma për të thënë. Dhe kjo ishte ideja ime, por këtë ide aq shumë ma pasuroi profesor Robert Nuha, edhe në bashkëpunim me profesor Trimor Dhomin, sa që gati që nuk e njihja atë idenë që kisha propozu fillimisht ta ketë titullin Jemi një listë me 2 degë. Kështu ka qenë edhe biseda e parë, kur jemi takuar dhe... Se jem tos, se jem geg, jem një listë me 2 degë. Krishna ime. Nuk ka fe, as ka parti që e përçon këtë shqiptari. Pikrisht, aty e kisha dhimten. E ka thonë Nikola, këtu e një 25 apo 30 vjetë në këngën e tij të famshme. Nuk e di kush e ka shkruar tekstin, po teksti jashtëzakonshëm. Po. Në vërtet kemi Bajram e Pashk, por shqiptarinë e kemi bashk. Ajo thënie është për antologjia dhe faleminderit për profesor Robertit dhe profesor Trimorit që një herë ndërtove idenë, profesor. Po ideja ka qenë e kahmosshme. E shkrove? Pak a shumë. E shkrova edhe thjesht e zbërtheva në takimin e parë që pata me profesor Shkodran Tolaj, në asnjë mënyrë nuk e humbi meritat. E kisha pyetjen si e gjete Robertin? Pikërisht e gjeta përmes profesor Shkodran Tolaj, e pim nga një kafe në restoran Sinfonia, edhe ja thash ja përçolla, ja transmetova këtë ide timin, edhe thash më duhet një regjisor, jo vetëm profesionist, por edhe shqiptari vërtet, edhe patriot, që e ndjen me shpirt këtë karakter përmbajtësor të këtij materiali që unë doja ta bëj shfaqje artistike, dhe ideja ime ishte me bën në skenë të hapur, domethënë para teatrit kombëtar përballë të madhit kryeherojit kombëtar Gjergj Kastriot dhe Skënderbeut për festën e nëntorit. 28 nëntorit. 28 nëntorit. Dhe hiq pa u kujtuar 2 herë profesor Shkodrani tha ta gjeta njeriun që ty të shkon për shtatje dhe edhe besoj që keni me bo mrekullimi këtë vepër. Cili është ai, tha Robert Nuha i Drenicës, edhe aty për aty e thirrin telefon Robertin, edhe qilloj fati që ishte këndej pari, domethënë ishte në Kosovë Roberti, edhe asnjë orë nuk ka shku, kemi shku në Drenicë, në Drenas në një restoran. A Drenicë shkuat atje? Drenicë më herë shkom. Ska që e nal profesorin. Shpejt. Po. E kam ka një herë një thënie, tha ma qef kam një shërt shpejt, se një herë të ka dalë. Në 28 nëntorin, që ishte dikon gushti apo shtatori vitit të kaluar, edhe shkuam, u takuam në priti fort mirë Roberti, edhe ja që po them që thëtë populli hatri gjithë atyre sakrificave, sublime për luft, për liri, për pavarësi, për atë dhe, që u takuan 2 adhetar, 2 intelektual, 2 profesionista, që këshin pas nevoj me u taku shumë herët, dhe vërtet ka qenë kënaqësi sepse ma kuptojnë shpirt këtë ide timen, Roberti, dhe pastaj e morë shumë seriozisht, tha po profesor për bes, kjo vepër do t'jetë gjigante dhe do t'jetë e kushtueshme, dhe prandaj pak hezitante. Ja tha veç me fjala, po i dha dhe skenar? Jo, kisha në letër, unë e krejt që qështu ishte, domethënë, ideja. Fillimi, ideja, përmbajtja, pak a shumë edhe kostoja, që unë e kisha mendu, në fakta jam doli më shumë se 2 fish, por Roberti ma tha që do të mundohemi unë të një profesor edhe të besoj, sepse asnjë punë nuk e ke lanë gjysmë
që 25 vite prej sa të njohun. Dhe prandaj dhe fatja deshti që të fillojmë bashkëpunimin edhe të kemi pastaj edhe takime rezultatin tjera të për të cilin do të flasim në prekshëm që do të flasim sigurisht në vazhdim. Po. Robert, sa vjeçar ke qenë dhe a ke dëgju si fëmijë? Se s'po di sa vjeçar ke qenë, ju flet Kosova e lirë. Patjetër, ai ka A ke qenë. dëgju? Patjetër, unë kam qenë 9 vjeç. Dhe 9 vjeç dëgju kam e ke. Dëgju e kam 9 në vjeç. ato radiot e vogla që i kishim atëherë në Malsëm, kam qenë malet Berishës bashkë me familje. Edhe e kam pa, në fakt, profesorin disa herë. A ke taku atje si Me fëmijë? taku se kam taku, po e kam pa kështu, si fëmijën e loznim, po shpesh herë e shifja të shku te bunkeri i famshëm i Radio Kosovës, të lirë. Si i vogël shkove të bunkeri këtyre? Jo, s'kam shku, po e kam pa profesorin. E ke pa? E kam pas një farë idolizimi qysh prej atëherë. Për A ke pas figurën veç të idealizuar në... Patjetër. Edhe zonën sigurisht. Edhe ai takimi me profesorin ka qenë shumë për mua një herë ka qenë kënaqësi, kështu edhe një lloj nashta një lloj, si më thon, kthimi në kohë pak me pa tash për perspektivës një të rriturit. Se si fëmijë unë s'kam pas asnjëherë me taku profesorin mas luftës. Para luftës unë e kam taku, po s'm ka taku profesori. Unë e kam pa prej larg. Kur u takuam bashkë ishte shumë, për mua ishte e mjaftueshme edhe vetë prezenca edhe me bë, si më thon, me ndru disa Të llafë. pëlqeu ideja absolutisht. Sigurisht, ideja është mbi të gjitha shumë patriotike, është shumë ide që na duhet sa më shumë me kumbu si tillë, pra në kohën ku jetojmë ne edhe me ato që ne kemi kalu, po ka qenë shumë sfidë e madhe, edhe ka ona e ngarkesës financiare që ka pas profesori, që prej fillimit e kam ditë në fakt edhe i kam tregu. Që profesor kushton kjo? Kushton. Po pavarësisht kësaj, ne e gjetëm një që tu me juve afër. E gjetëm një modalitet, sigurisht u dasht me konceptu komplet shfaqjen prej fillimit, sepse kur ke të bësh me tema tilla që janë shumë të ndihshme, është shumë e vështirë me kriju diçka sidomos moderne ose kontemporane. Pra që flet me kohën, po që i thret dhe prek në gjurmë të kaluamës tonë. E kjo ka qenë shumë sfidë e madhe për një lloj thellimi, megjithëse unë si dëshirë ka mëtshme kom pas që të krijohet një diçka për të zhdukurit, për të pagjeturit, për vuajtjet, për sakrificën, për vrasit e fëmijëve. Edhe sikur u takum me një shkas ka, nuk e di, po na solli diçka bashkë. Robert, mos mik pej teme, po të kthej pak. Është e rëndësishme Robert Nuha, regjisor, koreograf, ti në realitet ke mbaru, të flasim pak për ty. Ti ke mbaru koreografinë në Tiranë. Shkollën e mesme në Drenas. Në Drenas. E mendoje koreografinë qysh në shkollën mesme? Prej që kam qenë fëmijë. A prej që ke qenë fëmijë? Prej mosh nuk di me të thonë, po e di që e kam pas pasion gjithmonë. Kur ke lujt e ke pas pasion? Edhe faktikisht një prej figurave kryesore me thot kërcimit vallës në atë kohë, vallës popullore, Recep Çeliku, ndjes pas, ka qenë shtysa kryesore ime. Në fakt më ka pa me një festival në Shkup edhe më është ofru, edhe më ka thënë që ti duhesh me ardhur në Tiranë. Në festival me ndonjë shoqëri? Një festival popullor që mbaj organizoi prej ansamblit Kashiaka, nëse Kashiaka, po e kam idenë, absolutisht. Se edhe ka kalu kohë tash, po. Ai ka qenë shtysa kryesore që unë me marr hap për me shku në koreografi në Tiranë, pastaj kam bë përgatitje me ta, një kohë gjatë. E kam pas shumë fat që e kam njoftë dhe kam pas pjesë tjetër tem artistike dhe s'pate probleme hoqe me u regjistru ja? Jo, ka qenë konkurs normal. Ke qenë të një klasë në i profesorit? Te profesori i nderuar Gjergj Prevazi. Gjergj Prevazi, Gjergj se ka bërë shumë. Ka darë klasin absolutisht, se ka bërë shumë. Dhe pra bukura, shfaqjet bukura, paraqitje fantastike në teatrin tonë, në Republikën e Kosovës, ka qenë një dorë e djathtë profesorë dhe. E po bukur shumë. Dhe pastaj, si studenti mirë mbeta atje? Atje kam vazhdu, kam studiu bachelor dhe master. Njëtën kohë kam pas shumë aktivitetet ndryshme me kompaninë e Gjergjit, profesorit, po ashtu kam pas edhe disa pjesëmarrje shumë të rëndësishme botnore në atë kohë, po flas për vitet 2013 deri në vitin 2019.
Kam qenë shumë aktiv edhe si dancer, edhe si krijues i ri. Pastaj kam ardhur në Kosovë dhe kam hap në vitin 2016 Noa Dance Theater Company, që është kompania e parë e dance teatrit këtu. Kam vazhduar me punu kohësisht dhe kohën e fundit pastaj kam asistuar profesorin Gjergji në fakultet. E gjithashtu kam dhënë mësim kompozicion danci dhe dancë bashkëkohor. Derisa tash jemi këtu. Jemi këtu. Mirë, e thashun tash jemi këtu edhe pritet të ingranosh në universitet dikun, qoftë këto, se tash me sa di unë koreografi kanë edhe këto privatet. Këtu ka qenë tek AAB-ja, ka qenë fakulteti koreografisë, aty kam qenë pedagog për 5 vite. Tash nuk është më, faktikisht Kosova është një prej vendeve në Ballkan që nuk e ka këtë deg. As në shtetit nuk e kemi koreografi? Nuk është, jo. E di që shteti, pra pjesa e Universitetit të Arteve është e interesuar edhe duan që ta kenë në sistemin e tyre arsimor, koreografin, ose jo koreografin, për kompozicionin e dansit, ose artin e bukur të kërcimit në çfarëdo lloj forme. Kjo është shumë e mirë nëse bëhet. Nëse bëhet, na jemi këtu. Po. Kisha dëshirë që kursitan, ta kenë, se unë e kuptoj modestinë intelektualit, pastaj mos tendencën për të dukur shumë, dëshira e artistëve është më shumë përmes artit më duk, edhe e thamë. Ky është profesori, edhe danceri, edhe koreografi, edhe regjisori Robert. Përmbajtja e kësaj shfaqje, pas luftës kush jemi ne? Na ideja ime ka qenë që kjo shfaqje kur të finalizohet me sukses të realizohet fillimisht në Prishtinë, me 26 nëntor të vitit kaluar, me 28 nëntor në Tiranë dhe me 30 nëntor në Shkup. A gjithqysh me 28 në Tiranë? Po, gjithqysh. Të lutëm. Edhe kështu vërtet ka ndodha. Ka qenë sfidë e madhe, sepse si që thashtë edhe në fillim, ka qenë edhe shumë e kushtueshme financiarisht, por unë pak si në shaka, ja kam thënë edhe Robertit, thash Robert, ti këtë barë absolutisht më mos e bartë mbi vete. Kjo është barë e imja. Unë kam dasht, unë i dalë zëtë kësaj punë edhe më smushë ndryshe, e kam edhe planin B. Pa modesti që shtu ja kam thënë, thash, unë e kam një banes që ja vlen edhe me shi, por me realizistë, sepse e dita që kam ujdo kreveti. Edhe vërtet dole ashtu. Por duke ju falenderu, në veçanti mërgatës shqiptarë. Po këtu disa më thonë, arrethe pak lirisht edhe ti falenderojmë bas derin qiell. Gjithandej derin qiell. Gjithandej qendrave tona evropiane dhe botërore kanë ndihmu pa hezitim, sepse kam shku çdo javë, çdo fund javë kam shku pothuajse në shumicën e qendrave evropiane dhe botërore me skenar, me projekt në dorë, dhe ju kam treguar që kjo do të jetë kryevepër e shqiptarëve, do të jetë kryevepër e shekullit 21. Shfaqje e shekullit të ri. Jam vërtet i lumtur me profesor Robertin, e sidomos edhe me profesor Trimorin, Trimordhomin dhe me gjithë të tjerë, sepse është një kast prej një trup artistike prej më shumë se 35-40 vetash, dhe që patëm sfida, realisht edhe jo të vogla, por një gurbetçar që meriton mja përmena në gjithësësi, edhe të gjithë dhe profesor, unë kam dëshirë që ti falenderojnë. Jo s'mundem, sepse se ka dy gjëra, apo shumë gjërat bukura këtu. Po, shumë e vërtet. Njëra që punës tënde i besojnë të gjithë, pikërisht, sepse mbaron. E dyta, gatishmëria e tyre gjithmonë me të qëndrua aq sa kanë mujt, dhe kjo është shumë e vërtet. Se si me ta dhënë gjakun. Po, se mungon të dora shtetit. Absolutisht. Domethënë jo, këtu shteti kur gjas ka, akoma, nashta antarë në ta shohim, po shpresojmë, qeveria e re nashta. As përgjigje këthyes na kanë, qas kanë qenë të interesuar, megjithatë, ne bëm punën tonë dhe thash në fillim i përballuam, i kaluam të gjitha sfidat e mundshme, edhe mu paraqit një gurbetçar, një afarist, një biznesmen shumë i suksesshëm, që meriton në veçantimja për menamnë, se shumë në kanë ndihmu financiarisht, Bardhyl Salija i Strogut, që meriton një gjërë pakitit veçantë, falenderit, edhe që është një afarist i suksesshëm dhe që jeton dhe punon në Zyrich,
në Zvicrën e bukur, ai më pa të thënë fillimisht, a profesor, shko ka të shkojsh, çka do që të mundesh me bo, bën, por në fund tregom për sa kemi të keq. Sa jemi të keq. Edhe e plotësojmë. Dhe në fund i tregova thash për kaq kam me të keq, ai pa pas një ngurim, më ndihmoi aq shumë sa që thjesht mbeta pa tekst. Shumë e bukur, shumë njerëzore. Lumna që kemi kësi. O të përqafojmë o bardhyl, që është shumë rëndësishme kjo gjë. Njerëz suksesshëm, burra, gratë sukses me gjithandej Evropës dhe botës dhe mos na lësh Zoti pata, me një fjalë filluan intensivisht ushtrimet, Roberti e mori shumë seriozisht, edhe e kam ditë mirë takimi i parë i tij me profesor Trimorin, pastaj edhe me dramaturgun Shpëtim Selmani, pastaj edhe me producentin i lirë Bokshin, me të madhin artistin. A Iliri është aty? Është në ekip, po. Konsulent, ju ka ndihmu, ja u ka dhënë dorë. Prej fillimit. Me të madhin aktorin Adem Karaga nga Shkupi, me aktorin Donika Ahmeti, me Bilbilin e muzikës së bukur shqipe Besjana Mehmeti, e shumë të tjerë. Ky aq shumë ma plotësoi atë ide dhe ma ngrohu zemrën me atë punë, me atë disiplinë, lirisht mund të them ushtarake të paparë ndonjëherë. Kisha qef që ashtu hëndra me to një ekip sepse shqiptarëve ju mungon puna ekipore. Dhe gjeta veten shumë tek kjo ekipe njerëzve, njerëzve profesionistë, artistëve tonë që unë shkojsha kanë herë në ushtrime, prezantojsha dhe sikur fluturoni na shqipojnë me flatra. Profesor, më rri pak aty. Po, të lutem. Ti shohim, i kam disa sekuenca të përgatitjeve tuaja në... Edhe bindë në vështë. Shumë një. Mane. Mes, qatu. Drejt me Donikën. No, it's okay. No, it's okay. Let's go. Po, këto e keni okay këtë pjesë. Po. So, fundi, vazhdo. Robert, jo jashtë, po tamam i sakt. Kjo shkollë, përveç asaj shkollë që e ke bërë në Tiranë, që ke pas fatin e mirë, të rrallë, unë në sreti jemi djegë me shku atje me studiu, pastaj kur në erdhë vakti u bovona, i kishim kry, kishe knena edhe, apo edhe është shpirti jotë? Kjo disiplinë, kjo punë, kjo... Po, pjesa e disiplinës sigurisht është pak edhe individuale, ndoshta në kuptimin po, sepse secili ka formën e vet, mënyrën e vet punës, po në laboratore të tilla krijuese, me tema të tilla, me ngarkesë kaq të madhe, faktikisht nuk ka edhe hapësinë tjetër. Pra nuk kanë hapësinë as vet kasta ose njerëz që punojnë. Edhe tjetra, unë i kam zgjedhur me shumë kujdes aktorët, kërcimtarët, gjithë bashkëpunëtorët. Pra këtë kam pas edhe falenderoj edhe publikisht, kam pas një lloj lirie të jashtëzakonshme për me i zgjedh kastën me cilën du me punu. E keni zgjedh? Edhe i kam përzgjedh një lloj audicioni. Bashkë me bashkëpunëtorët i përzgjedhë? Po, sigurisht, me konsultat vazhdueshme, por me shumicën e këtyre aktorëve, artistëve, kërcimtarëve që i kam pas prezent në shfaqje, kam punu edhe më herët. Edhe më herët. Edhe i njoh, e ke ditë ku janë ç'a bëjnë. Një punë të jashtëzakonshme e ka bërë edhe asistentja jam, që ka qenë asistent koreografe, Lavdia Idrizi. Faktikisht ajo ka arrit me ngrit trupën në nivelet edhe në kualitetet që janë dashur për me ardhur te rezultati final. Veç ta duhet trokasim, mos ti mbetemi vetë se kemi prezente, Secila aty e meritojnë do atletitë të vazhdueshme për punën që e kanë bërë. Faktikisht, edhe pse kam pas punë të ndryshme dhe të vazhdueshme dhe tash në vazhdim punoj me pjesë të ndryshme, me shfaqje dramës, po ashtu të koreografisë. Mundem me thonë që është një ndër proceset ma intenzive, ma interesante edhe ma të kënaqshme të gjithë jetës tem deri tash. Sigurisht që edhe temat cilën edhe ato që ne kemi trajtu është edhe shumë personale. Pra, faktikisht na prek gjithëve. Diçka që kemi kalu gjithë në një formë ose një formë tjetër. Kjo dramë, po, e quj, kjo shfaqje, që ka dramë, që ka dance, që ka koreografi, që ka protest, që ka këngë, diçka shumë e veçantë.
kështu si skenar e shkruat bashk, ideja ishte e kuptoj e profesorit, po pastaj e shkruat bashk, e konceptuat bashk, apo si rrodi? Ne kemi qenë në bashkëpunim të vazhdueshëm. Në vazhdimsi, a? Po, vazhdimsi, po çështja e konceptimit të shfaqjes i përket më shumë si më thon bashkëpunëtorëve krijues, kreativ, edhe musi në këtë rast si regjisor dhe koreograf. Po konceptimin e shfaqjes në ato se si do të prezantohet, sigurisht është më shumë përgjithësi artistike. Mirë po, në asnjë moment nuk e kam ndërmarrë asnjë lloj hapi pa konsultën e vyer të profesorit, sepse ideja, pra në gjithë këtë punë duhet të respektu ideja e profesorit, e parë, e konceptimi, pastaj është pjesë që i përket zakonisht regjisorit ose koreografit, po sigurisht në bashkëpunim me krejt ata njerëz që i kemi pas rrethit. Përmene shumë muzikë, kërcime të gjitha, po aty ka pas edhe diçka tjetër. Ka qenë mund me thani spektakël i dritave, që është bërë prej Jan Peraux Djelef, është një Zvicerian që punon në Kosovë kryesisht, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme me ndriçimin e shfaqjes. E gjithashtu dhe Florian Çanga, që është videoprojekcionisti i shfaqjes dhe punën me lasera. Pra shfaqja ka pas edhe lasera, të cilët janë, mund me thënë në skenën tonë, janë përdorur për herë të parë. Pra shfaqja, na jemi mundu që shfaqja mos me pas gjana të cilat janë veç për me i pas, po gjithçka që ka qenë vendin e vet, edhe ka qenë e domosdoshme. Pra çdo gjë që është përdorur në shfaqje është përdorur pikërisht për shkak domosdoshmërisë për me shpreh ato që kemi pas nevojë me shpreh. Kina me fol për dramën edhe me papa, me që më kalove të pequj loja me drita, çka keni dashur me dritat? Me simbolizu, me dhënë, si... Sigurisht, shfaqja dhe tema e tillë, ai laborator që na kemi pas në krijimtari, sepse gjithçka faktikisht ka ndodhur aty për aty. Pra ne kemi pas qëllime të caktuar për secilin tablo koreografike, nëse më quajt mbrana shfaqjes. Edhe gjithçka ka ndodhur është realizuar në një lloj bashkërimi edhe me trupin. Pra kemi hyrë ato grobzat e vogla timta që na kanë herë harrojmë, shpeshherë harrojmë, për në ato laboratoret kërkuese të vetvetes në raport me luftën, me traumat, pra jemi ballafaquar me vetveten faktikisht. Ndriçimi është në shfaqje të tilla, edhe jo vetëm, është një ndër pjesë më të rëndësishme, mund me thonë, të me i dhanë peshën e duhur në skenë. Por që puna të cilën e ka bë Jani është punë e jashtëzakonshme, jo vetëm në Prishtinë, po edhe në vende tjera ku kemi qenë. Edhe ku të shoh që ka bërë. Pra është shumë e rrallë mënyra se si ai e trajton dritën në raport me shfaqjen. Shpesh herë ndodh një lloj kontrapunkti, nëse më me quajt me se është termi i duhur, është apo ndodh një gjë e kundërt për shkak të fuqisë dritës. Po kësaj radhe ka qenë aq mirë shkrime, ndriçimi, laserat, projekcionet, puna, kërcimi, muzika, gjithçka ka qenë aq komplekse, po aq organike, saqë prandaj edhe po them që meriton një lloj vlerësimi maksimal, sepse ka bën një punë. Na pikë këtu veç duar tropike në javë. Profesor, për mbajtja drama njerëzore jona? Pikërisht, tragjedi me shekuj e shqiptarëve, por që inkorporohet aq bukur, aq dhimbshëm, por aty ka edhe dhimbje dhe krenari, sepse këta djemë dhe këto vajza që i ka kombinu aq bukur profesor Roberti, ashtu që shkam dëshirue nga Tirana, nga Shkupi, Prishtina, domethënë është krijuar një Shqipëri në miniaturë e një trupe artistike të mrekullueshme, secili më i mirë se tjetri. Aq bukur thash u realizu, saqë definitivisht ato sakrifica mbi njerëzore të djemve dhe vajzave tonë më të mira, sidomos të atyre të fund shekullit 20, përkatësisht të fund luftës së viteve 97, 98, 99, ushtrisë ligjore të Kosovës, mija dëshmorë dhe dëshmore, mija martir, veç fëmijët vram 1392 veç në luftën e fundit, edhe 20 më herët 1432 fëmijë, me një fjalë aq profesionalisht, aq ndamare ka prek në palc dhimbjen shqiptare. Roberti, profesori me gjithë atë ekip të madhe,
sa që është mrekullia vetë, sepse në veçanti janë koncentru të vrasjet e fëmijëve, vrasjet makabëre të fëmijëve, varrezat masive, të zhdukurit që edhe sot e kësaj dite, 26 vite, po kalojnë që i kemë më shumë se 1650 zhdukur, as mirë i ka trajtuar sa që thjesht nuk ka shqiptar, bile edhe ndërkombëtar, se e kem pas rastin atë ditë më 26 nëntor në AMC në sallën e madhe në Prishtinë ku kanë qenë më shumë se 1500 spektator, e kam pa me sytë e mi ambasadorin francez me lët në sy, duke i përcjell ato skena rënqethse, të tmerrshme, trishtuese, dhimbshme, e plot të tjerë jam i bindur që s'ka me të kush pa qajt, sepse e prek tragedinë shqiptare gati 2 shekullare. Dhe prandaj po duhet të them meriton gjithsesi nga ky emision, nga ky spektakël i bukur, një falënderim shumë të veçantë edhe kryetari i Komunës Prishtinës, i cili menjëherë ju ka gjendë krah profesor Robertit dhe ja ka ofruar në shërbim 2 salla të mëdha, sepse ka qenë gati problem i madh, për të mos thënë problem serioz. Si me gjetë? Ku me gjetë 2 salla midis Prishtinës për me ardhur artistat prej Shkuprit, prej Tiranës, prej Prishtinës, nëse kanë pas më afër, mirë po këtu gjithsesi duhet ta falenderoj edhe një kushëritimin e Shemsi Planën, i cili ju ka ofruar domethënë gratis falas disa artistëve të Shqipërisë, të Shkupit, edhe fjetjen, edhe hotelin, edhe ushqimin. Shemi jon aty. Shemsi Planë e joni, i teatrit Dodona, i teatrit e ka restoranin Dodona. A ndjekim pak diçka profesor nga kjo pjesa dramatike? Kesin! Ata! Nuk unanshin! Quishin! Nuk unanshin! Quishin! Nuk unanshin! Quishin! Nuk unanshin! Quishin! Nuk unanshin! Gnanshin të para! Zakonet! Shumë pa të shkënash, pa të këtyr, pa të kesh, pa të këtyr deri kur ka ardhi frymë. Hadi largomi, hadi sen ayrıl bu ayda. Hadi largomi baş, haydi, şvej, haydi. Profesorin nderuar, po. Naimërisht mund të them pa modesti, kjo kryevepër artistike e shqiptarëve është mburri dhe krenari kombëtare. Dhe si e tillë, lirisht mund të them edhe mund të cilësohet si një institucion në veti, kulturor, edukativ, shkencor, historik, kombëtar, sepse thash e prek në palcë ndjenjin e çdo shqiptari për vuajtjet, për sakrificat sublime mbi të cilat kemi kaluar gati 2 shekuj e më tepër nga barbaria dhe mizoria serbe, dhe prandaj qëllimi i ekipës ka qenë që kjo shfaqje gjithsesi të merr rrugë të mbar edhe në qendrat evropiane dhe botërore dhe të mos mbetet në heshtje dhe vetëm me nëntorin e vitit kaluar në Prishtinë, Tiranë dhe në Shkup. Kështu që kemi punuar 90 ditë me profesor Robertin që të japim rrugë në Paris dhe në Bruksel. Edhe me një ekip sa veta, do të flasim për këtë. Do të flasim për këtë, duhet të ndërprej. Edhe një ekip shumë sa veta? Rreth 40 veta. Rreth 40 veta. Goxha punë e madhe gjithsesi, po dhe goxha e vështirë. Edhe për tu qeverisë e vështirë. Profesor, a shkojmë me pak marketing, qetësohemi edhe pak se atmosfera sigurisht na ka po për veti, edhe rikthehemi. Marketing.